Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të analizuar dhe për të ndarë me ju lajmin më të fundit çfarë do të ndodhë sonte në prajmin e fermës. Erdhi prajmi i dytë. Prajmin e parë do ta themi prajmin e nismës, ky është prajmi i dytë. Realisht, prajmi i parë duhet jetë ky. Prajmi i parë me dinamika, me ndodhim, me ngjarje, me klipe të montuara, me debate ndoshta tek publiku. Kanë qenë 2 ditë jashtëzakonisht shumë të suksesshme, banorët kanë filluar që të gjejnë akomodimin brenda kësaj ferme, po përjetojnë momente shumë të bukura, po kalojnë çaste të bukura, po gatuajnë për njëri tjetrin, po shprehin pëlqime për njëri tjetrin, le të themi ka nisur ato shkëmbite para të dashurisë dhe ka nisur dhe debatet e para. Kemi parë një debat mes Akilit dhe Regjinës, ka qenë një debat në fakt goxha i nxehtë ditën e djeshme, këtu të përfshirë në këtë debatin dhe Fiora Albën, domethënë e shoh që disa banorë kanë nisur me një intensitet shumë të lartë qëndrimin dhe rrugtimin e tyre në fermën VIP. Mbi të gjitha Mimoza që o zoti i madh është gallat në vete, domethënë Mimoza nuk ndalon së bëri meme në rrjetet sociale, është shumë natyrale dhe tek publiku vazhdon që të ketë një dashuri shumë të madhe për të, vazhdon që të ketë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe për të, ku edhe me Mimozën ka ndodhur në fakt edhe një luftë në rrjetet sociale ku një adresë është mbyllur familjes së Mimozës, me sa unë e kuptoj në qoftë se ato janë familja e Mimozës, të cilët e kanë hapur atë Instagram për Mimozën, ku produksioni ka hapur Instagramin zyrtar që postohet gjithçka rreth Mimozës, që në fakt ka thyer rekorde followersash, vetëm për 24 orë ka arritur të bën 6000 followersa. Tani çfarë do të ndodh sonte në fermën VIP? Çfarë surprizash do të kemi? A do të kemi hyrje të reja apo jo, apo do të mbeten këto fermerë të cilët kanë hyrë që në ditën e parë, domethënë që u bën pjesë e fermës që të premten. Tani fillimisht një herë do të flasim si fillim, domethënë, do të flasim për qëndrimin e banorëve në fermë. Kanë qenë ditë të lehta për banorët, nuk ua ka vështirësuar shumë agaj, domethënë po i merr me shumë dashuri, po i merr kështu, po i merr but për t'i vështirësuar momentet e tyre. Kanë qenë të shkëlqyer në punët të fshatit, domethënë pash që pastruan vendin ku qëndronte lopa, pas që mundoheshin të ushqejnë gomarin, domethënë kujdeseshin për ambientin e mbjelljeve, gjithçka që realisht një fermën e përkufizon dhe për mendimin tim, aq sa unë i kam ndjekur, kanë qenë të jashtëzakonshëm, domethënë kanë qenë të gjithë fermerët të përfshirë, kanë marrë me shumë dashuri këtë punën me kafshët, punën me lulet, me pemët, me perimet, kanë bërë dhe meme, për shembull Soni e qau fare me perimet, po gjithsesi domethënë ka qenë dinamik interesante. Tani, fillimisht një herë do të flasim për krijimin e poleve mes protagonistëve. Mund ta themi që kanë filluar të ndahen 2 polet brenda shtëpisë, domethënë kanë qenë pak më të shpejt këtë vit. Janë ato 2 polet, njëri pol që rinë tërkohës rreth zjarit në karrige, që argëtohen, që kënaqen, edhe njëri pol brenda shtëpisë, por unë mund ta kisha thënë ndryshe ndarjen e poleve. Domethënë unë ndarjen e poleve do ta kisha përkufizuar në ndarjen e dhomave të gjumit. Jonida i ndau 2 pole të shtëpisë. Fillimisht një herë veten e saj që e bëri pol në dhomën e saj të gjumit me 7 banorë të tjerë dhe e ndërtoi në një farë mënyrë polin tjetër, Sonin, në dhomën tjetër. Edhe pse Soni e ka marrë me shumë qetësi këtë format, domethënë nuk e ka marrë me agresivitet, por e shoh që ka një lloj ndarësie mes Jonidës edhe Ponit. Tani, sonte përpos poleve që do të flitet jashtëzakonisht shumë, që e shikoj që dëshiron ta merrë dhe vëmendjen për të qenë protagonisti kryesor është edhe Akili. Tani Akili ka një lloj strategjie që realisht mundohet ta shprehën brenda në fermë. E shikoj që dëshiron sadopak të krijon një lloj afrimiteti me gocat. Domethënë strategjia e Akilit është të ndërtojë një marrëdhënie dashurie brenda në fermë, por njëkohësisht edhe të ndërtohet protagonisti i polit të tij, dhe me këtë
ëmbëlsinë e tij mundoj që të mbledhë njerëz krah vetes që ta ndërton nesër polin, sepse poli vetëm nuk mund të ndërtohet. Domethënë, poli duhet të kesh rrethin tënd për ta ndërtuar. Dhe shoh Akilin shumë të zjarrt. Unë mendoj që pol më vete në këtë fermë që ka ardhur spontanisht dhe i ka ardhur në mënyrë shpirtërore është vetëm Mimoza, askush tjetër. Pastaj do të kemi cili është fermeri më i pëlqyer nga publiku. Fillimisht një herë unë besoj që fermeri më i pëlqyer nga publiku në këtë pikë të lojës për të qenë transparent dhe koherent, unë e di që dhe produksioni në këtë rast do të jetë transparent, mendoj që është Mimoza Ahmeti dhe kjo është më se e vërtet. Mimoza ka bërë namin në rrjetet sociale, domethënë ka thyer rekorde të mundshme, është fenomen i këtij formatit dhe në qoftë se Mimoza qëndron në këtë karakter dhe besoj që do qëndron sepse ka patur pika ku mund ta kishin provokuar Mimozën, po Mimoza është shumë e zgjuar saqë me këtë mënyrën e batutave, me mënyrën e shakave, Mimoza i godet banorët. Për shembull, kishte një rast që goditi natën e mbrëmshme Sonin, që dëgjova me vëmendje që i thot Soni, publiku thot pret nga mua për këngën, dhe Mimoza i thot askush thot nuk pret nga ty. Thjesht duart trokasin kur ti nxjerr një diçka dhe sa bukur e ka bër. Domethënë është e sinqert, është e vërtetë dhe sonte ndoshta Mimoza, jo ndoshta, por Mimoza duhet të jetë fituesja e çmimit të publikut. Domethënë që në 2 ditët e para Mimoza u bë fenomeni. Më pas kemi sfida për banorët, të gjithë fermerët sonte do të kenë sfida shumë të vështira. Agai se vjen, domethënë sfidat i bën edhe më të rënda. Sfida në prajmin e parë ishte kovat me ujë nga Xhesi dhe nga Teli, të cilët u futën brenda në pishin, morën kovat me ujë dhe hudhën tek kovat që fitoi në fakt Xhesi në këtë sfidë. Sonte kemi sfida të tjera dhe kemi surpriza të ndryshme, domethënë kemi dhurata, ndoshta do të kemi dhe hyrje të reja. Unë mendoj që në fakt do të kemi hyrje të reja, sepse Eduardi ka premtuar 22 banor, deri më tani janë 16 banor të cilët kanë hyrë brenda në shtëpi, por do të jetë diçka fantastike që do të ndodhë. Domethënë nuk do të shkoj ferma me kaq buzëqeshi, se kështu ka nis gjithmonë këto reality show. Patjetër do të ketë dhe dinamika, do të ketë dhe lojra, do të ketë dhe debate, do të ketë dhe diskutime, do të ketë dhe ofendime dhe degradime që ndoshta do dalin krejtësisht nga vetja, por në përbërje, domethënë kanë kaluar 2 ditë shumë të bukura dhe janë kënaqur dhe besoj që sonte si nga opinionistët ashtu dhe nga Arbana vet do të jepen komplimente të mëdha dhe do të jepet duartrokitje e madhe që në fakt këto fermer e meritojnë. Domethënë sonte është një prajm i mbushur me dinamika, një prajm i mbushur me emocione, një prajm i mbushur me falënderime. Sonte do të ketë falënderime pafund brenda kësaj shtëpie.